Dy persona kanë rënë në prangat e policisë në Korçë dhe në Kamës pasi akuzohen për dhunë në familje. Fal ndërhyrjes së uniformave blu, është bërë rimundur parandalimi i një ngjarje kriminale në këto dy familje. Sipas policisë, mësohet se në Kamës ka rënë në pranga një 40 vjeçar. 40 vjeçari Agron Mici akuzohet se ka dhunuar dhe ka tentuar që të vrasë me armë zjarri tip pistolet bashkëshorten e tij. Gjatë kontrollit në banesën e 40 vjeçarit, shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri pistolet dhe sasi të një municioni luftarak, të cilat dyshohet se janë përdorur për të kërcënuar viktimën. Armët dhe municionet luftarake janë sekuestruar nga uniformat blu në cilësinë e provës materiale. Operacioni është zhvilluar nga sektori i krimeve të rënda në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë nr. 5 dhe Forcën e Posaçme Shqiponja, pas marrjes së informacionit për rastin në dhunë në familje. Gjithashtu në Korçë ka rënë në pranga një 64 vjeçar i akuzuar për dhunë në familje. Ai ka tentuar dhe ka kërcënuar disa herë me thik bashkëshorten e tij. Pas kallëzimit të bërë nga blut, kanë shkuar në lagjën 11 të qytetit të Korçës, ku dhe kanë bërë të mundur arrestimin në flagrancë të 64 vjeçarit. Në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar thikën e përdorur nga 64 vjeçari.